CNA po sill këtë të diel një tjetër fakt për prokurorin e Spakut Dritan Prençi, që nxjerr në pa një skem që lidhi inceneratorin e Tiranës me Blendi Gonxhen, njeriun më të votuar në qarkun e Tiranës, votat e të cilit mbajnë erë pasi janë hedhur ndaj tij akuza për lidhje me grupet kriminale. Dokumenti që po publikojmë këtë të diel ka të bëjë me atë se si lidhet kompania e inceneratorit të Tiranës me Blendi Gonxhen. Fakti është ky: kompania Albarente Blendi Gonxhes i ka dhënë me qira makina kompanisë e inceneratorit të Tiranës. Kompania e inceneratorit të Tiranës për një periudhë që nis nga janari deri në korrik të vitit 2021 i ka paguar Blendi Gonxhes një shumë rreth 73 milion lekësh. Kompania e inceneratorit të Tiranës shkon te kompania e Blendi Gonxhes, merr disa automjete me qira dhe lekët i paguajnë Mirel Mërtiri me Klodian Zoton. Janë marrë 10 automjete me qira nga Mirel Mërtiri te Blendi Gonxhja dhe këto mjete janë dhënë në zgjedhjet e 2021-shit për fushatën e Partisë Socialiste dhe në përdorim të Bashkisë së Tiranës. CNA e ka nxjerrë me fakte se si Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto i jepnin Bashkisë së Tiranës mjete në përdorim pa marrë asgjë pas. Këto mjete që në shërbim të policisë bashkiake dhe strukturave të tjera të Bashkisë së Tiranës shkonin dhe ndiqnin nga pas bizneset dhe mbikëqyrnin rrugët për të ruajtur kamionët e dherave atje ku kishte kantier ndërtimi për t'i çuar në landfill. Pra kompania e inceneratorit të Tiranës, Integrated Energy, merrte mjetet e Blendi Gonxhja duke paguar lekët, ja jepte bashkisë pas një kosto dhe bashkia vinte vërdall në Tiranë, kapte bizneset që të çonin dherat. Të ardhurat nga ky biznes për Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton shkuan në të paktën ato vite që janë konstatuar me bilance të deklaruara në QKB rreth 60 milion euro. Pra janë 60 milion euro të marra nga kompania e landfillit të Tiranës në bashkëpunim me bashkinë, me mjetet që ishin marrë me qërat e Blendi Gonxhja. Pra kemi një skem të qartë e cila është një fakt që Dritan Prençi, prokurori Spakut, duket se nuk e shikon ose nuk do ta shikoj për arsye të tjera të cilat i kemi renditur më herët në një shkrim të publikuar në CNA. Tentakulat e inceneratorëve janë aq të gjata sa që shkojnë deri te politikan dhe dokumentet e faktet e publikuara nga CNA janë një tjetër kartë në tavolinën e Dritan Prençit, të cilën prokurori nuk do të hapë.